وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. E falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu e udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij, dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë me merit përveç Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar, nuk ka nevojë për ortak, nuk ka birë dhe as bashkëshorte. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut edhe i dërguar nga ai për mbar njerëzimin. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, falet, mirësitë, lavdërimet dhe bekimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Allahu i lartësuar me urtësi prej tij i përzgjedh disa vende nga vendet e tjera, duke u dhënë atyre më tepër vlerë dhe veçori. Po ashtu përzgjedh disa persona nga të tjerë, duke u dhënë atyre grad më të lartë dhe për kujdesje dhe afrimitet më të madh tek ai. Por përzgjedh edhe disa kohë nga kohët e tjera. Dhe ne jemi duke përjetuar ditët më të mira të dynjas, që janë 10 ditët e para të muajit hënor të Dhul-Hijjes, ditë për të cilat profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij ka thënë: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr." Nuk ka ditë në të cilat puna e mirë është më e dashur tek Allahu se sa në këto 10 ditë, dhe pati për qëllim 10 ditët e para të muajit hënor Dhul-Hijja. I thanë: "Wala al-jihadu fi sabilillah", o i dërguari i Allahut, a janë më të mira edhe se lufta në rrugë të Allahut? Profeti alayhi salatu sallam tha: "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay." Përveç atij personi i cili ka shkuar në këtë luftë, ka shkuar vetë dhe me shpenzimet e tij dhe nuk kthehet me gjë prej saj. Në këtë hadith profeti alayhi salatu sallam fillimisht tha se puna e mirë dhe puna e mirë përfshin shumë gjëra: namazet nafile, agjërimet vullnetare, sadakan, dhikrin, leximin e Kur'anit, pajtimin ndërmjet dy personave që kanë mëri, përmirësimin e lidhjeve farefisnore, fjalën e mirë që ja drejton njerëzve në mënyrë të veçantë, prindërve, leximin e Kur'anit, duaja e tjerë, është më e dashur tek Allahu se sa e njëjta punë, por në ditë të tjera të vitit. Çdo punë e mirë shpërblehet në çdo ditë, por kjo punë e mirë që bëhet në këto 10 ditë që kanë filluar, është më e dashur tek Allahu se sa jashtë këtyre ditëve. Çfarë do të thotë më e dashur tek Allahu? Që edhe shpërblimi për to është edhe më i madh. Që edhe shpërblimi për to nga Zoti bujar, bujaria të cilit nuk ka kufi, është për te imagjinatës tonë, është më shpërblyer tek Allahu. Ato janë pak ditë. Prandaj muslimani i mençur angazhohet me sa më shumë adhurime. Mund të jetë në vendin e tij të punës, bën dhikr, bën istighfar. I njëjti hadith në një përcjellje tjetër tek Musnedi Imam Ahmedi thotë: "Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid."
Prandaj shtojini në to fjalët La ilaha illallah, fjalën Elhamdulillah, fjalën Allahu Akbar. Bëni sa më shumë dhikr. Në vendin e punës ku je, në shtëpi ku je, duke ecur në këmbë apo me mjetin tënd, duke qëndruar, bën dhikr, bën istighfar, lexon Kur'an. E rëndësishme është që ti je në punë të mirë. Minuti është i shtrenjtë për ty. Dhe ato janë pak ditë, 10. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala wal fajr wa layalin ashr. Betohem me argimin. Argimin që është fillimi i ditës, një mrekulli nga Allahu. Dhe me 10 netët. Shumë nga dietarët thonë se kuptimi me 10 netët janë 10 ditët e para të Dhulhijhes. 10 ditët e para të Dhulhijhes. Dhe fakti që Allahu i përzgjodhi këto ditë ndër ditët e tjera të vitit për të betuar me to, tregon vlerën që kanë. Dhe Allahu betohet në gjëra me vlerë. Ai betohet me krijesat e tij. Kurse ne kemi të ndaluar të betohemi me krijesat, prandaj betimet i bëjmë vetëm me Allahun. Duke thënë betohem me Allahun, për Zotin, Wallahin, e të tjera shprehje të ngjashme. Dhe në një tjetër hadith profeti alayhi salatu sallam thot afdalu ayami dunya al-ashr. Ditët më të mira të dynjas janë 10 ditët, 10 ditët e Dhulhijhes. Ditët më të mira të dynjas janë 10 ditët e Dhulhijhes, 10 ditët e para të saj. Dhe në një nga këto ditë, dhe që është dita e 9 e saj, ku e nesërm është Bajrami, është dita e madhe e Arafatit, për agjërimin e të cilës profeti alayhi salatu wassalam ka thënë Ahtasibu ala Allahi an yukaffir as-sanna allati qablahu wa sanna allati ba'dahu. Shpresoj që Allahu me këtë ditë të fal magjërimin e kësaj dite, të fal gabimet e vitit të kaluar dhe vitit pas tij, pra vitit prezent. Me agjërimin e një dite të falen gjunahet e 2 viteve. Me agjërimin e një dite të falen gjunahet e 2 viteve. Prandaj muslimani e programon veten e tij në këto ditë veçanta që hikin shpejt, që largohen shpejt. Dhe ata kanë marrë rrugën për të larguar, kanë hyrë. Dhe dita e Arafatit, dita në të cilën zbriti ajeti i madh i Kur'anit, ditë e cila meriton të merret si fest, për shkak të kuptimit madhështor dhe përgëzimin që përmban ajeti në të cilën zbriti, në atë ditë në të cilën zbriti ky ajet. Ju drejtua një çifut Umerit radiallahu ta'ala anhu, o kryetar i besimtarëve, i tha: ju keni një ajet kuranor që nëse do të na ishte zbritur në çifutëve, tha, atë ditë do ta bënim fest. Atë ditë do ta bënim fest. Për shkak të madhështisë dhe sihariqit që përmban ky ajet. Umeri radiallahu ta'ala anhu i tha: cili ajet është? Ai lexoi pjesën nga fjala Allahut: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot e plotësova fen tuaj, e përsosa dhuntin time ndaj jush, dhe zgjodha që për ju të jetë fe Islami. Umeri radiallahu ta'ala anhu tha: betohem me Allahun se unë e di ditën kur zbriti ky ajet kuranor dhe gjendjen e profetit alayhi salatu wassalam kur zbriti ky ajet kuranor, ditë xumaje, ditë Arafati. Qëlloj edhe ditë xumaje edhe ditë Arafati. Dita Arafati, ditë e madhe.
ditën në të cilën Allahu i lartësuar krenohet me robërit e tij tek melajkët, kur haxhinët janë mbledhur në Arafat, qëndrimi në të është pjesë e haxhit, dhe i lutën dhe madhërojnë dhe adhurojnë Allahun. Allahu i lartësuar krenohet tek melajket me këta robër të tij të pluhurosur, të lodhur, të djersitur nga vapa, pra me sakrificë, kanë ardhur nga larg, me shpenzimet e tyre, janë të lodhur, të raskapitur, dhe madhërojnë Allahun dhe për madhërimin e Allahut. Dhe Allah i lartësuar krenohet me këta robërt e tij. Dhe u thot me lajkeve, shihini robërit e mi, dhe i përgëzon robërit e tij me falje dhe shpërblim prej tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ditët e Dhulhijhes pasohen me një ditë të madhe për tërë ummetin, për tërë muslimanët. Një pjesë e tyre janë në ditën e madhe të haxhit, dhe për ne të tjerët është dita e madhe e Bajramit apo Kurban Bajramit. Ditë në të cilën besimtarët i përkushtohen Zotit të tyre me anë të flijimit të një kafshë për madhërimin e Allahut. Për flijimin e një kafshë, me flijimin e një kafshë për madhërimin e Allahut të lartësuar. Por që ky adhurim të pranohet, duhet të bëhet në bazë të rregullave fetare. Kafsha e përzgjedhur duhet të jetë nga ato kafshë që lejohen të bëhen kurban. Të imtat dhe kemi për qëllim me to delet, dhit, meshkujt dhe femrat prej tyre. Lopa gjithashtu dhe deveja për popull që nuk të tjerë, por ne e përmendim për ta ditur si rregull fetar. Dhe duhet të jetë mosha. Përse për këtë deleve lejohen qingjat nëse janë 6 muaj e sipër. Ndërsa nëse është dhi, nuk lejohet më pak se 1 vit. Nuk lejohet më pak se 1 vit. Dhe mjafton një dele dhe një dhi për një familje. Pra jo të përfshihen 2 persona dhe familjet e tyre, apo 2 persona edhe nëse janë veç, 2 shortë për shembull, 2 vëllezër për shembull. Tek lopa lejohen deri në 7 veta dhe familjet e tyre. Pra mpiqen 7 të afërm apo 7 shortë, blen një lopë, e bëjnë kurban në emër të tyre dhe të familjeve që ka gjithsecili. Kjo lejohet. Por gjithashtu duhet të ketë kujdes që kafshat të mos ketë ato defekte, ato mangësi që e zhvlerësojnë atë si kurban. Nuk duhet të jetë e verbër, nuk duhet të jetë e sëmur, nuk duhet të jetë tepër e dobët, apo kos të lëkur, si i thonë ndryshe. Nuk duhet të jetë qalamane, me kush që defekte që përmendëm të jenë të qarta. Pra sa pa sheti e dallon të mangësi, të problem, të defekt që ka kjo kafshë. E dallon verbërin e saj, apo sëmundjen e saj, apo ecjen në mënyrë të qalë të saj, e dallon.
Gjë që do të thotë se nëse është diçka e vogël që nuk dallohet, apo që dallohet po ta shohësh me imtësi dhe e bën kurban një kafshë të tillë, nuk ka problem. Kurbani është i saktë. Apo e blen kafshën të shëndetshme, pa mangësi, dhe e mban dhe pret që ta bësh kurban kur të vi dita dhe koha. Por ndodh diçka, ajo dëmtohet në sy, apo i thyet njëra këmbë, pra pëson një nga këto mangësi që përmendëm, nuk ka problem. Lejo ta bësh kurban dhe kurbani është i saktë, sepse mangësia apo defekti apo problemi ndodhi pasi ti e kishe blerë. Pra ti nuk e përzgjodhe qëllimisht të tillë, se dikush mund të ketë tendencën ta marrë me defekt se ka çmim më tullet. Jo, ky është adhurim. Ky është adhurim dhe duhet të qenë se është adhurim ka rregulla. Ka rregulla. Dhe shumica e dietarëve thonë se prerja e kurbanit është vepër e mirë e pëlqyer, që ka shpërblim të madh. Prandaj çdo musliman që ka mundësi ta bëj, le ta bëj. Ti përkushtohet Allahut me këtë adhurim, sepse është nga adhurimet e mëdha. Fa salli li rabbika wanhar. Namazin, kurbanin, bëje për Zotin tënd. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazim, kurbanim, jeta ime, vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Dhe ky është një adhurim me të cilin muslimani dallon që është besimtar i vërtet i Allahut, ndryshe nga ata që bëjnë kurban për tyrbe, teqe, për varret e për shehlerët, duke i bërë idhujtari shirk Allahut. Thot profeti alayhi salatu wassalam, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Allahu e mallkoft atë që kurbanin ja bën dikujt tjetër veç Allahut. Dhe një gabim i tillë në vendin tonë është i përhapur, ku njerëz jo të pakët në numër bëjnë kurbane për madhërimin e të vdekurve, për madhërimin e faltoreve, varreve e tjerë. Kurbani bëhet vetëm për madhërimin e Allahut. Profeti alayhi salatu wasalam bënte kurban dhe thoshte Bismillah, Allahu Akbar. Si gjen në hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ai cili do të bëj kurbanin, pra ai që ka bler kurban, edhe nëse është ai vetë që do e theri, apo dikush tjetër, por është ky që e ka bler e ka, nuk i lejohet që në momentin, edhe nëse se ka bler kurbanin akoma, por që do bëj kurban, që në momentin që hyjnë 10 ditët e para të Dhulhijhes, pra në momentin që hyjnë dita e parë, nuk i lejohet të përsëritojnë të heqë qime nga trupi apo pjesë lëkure nga trupi i tij. Derisa të bëj kurbanin. Pse? Ku është urtësia? Ndër urtësi dietar përmendin që të përngjasoj ky besimtar me ata që janë në haxh, të cilët gjatë kohës që kanë atë veshjen e veçantë në 2 copa që quhet ihram, i kanë të ndaluar edhe ata këto veprime. Pra të përngjasoj me ata. Edhe kurbani nuk lejohet të bëhet përpara faljes së namazit të Bajramit. Përndryshe e humb vlerën e tij si kurban. Dhe ka afat ditën e Bajramit dhe 3 ditët e tjera pas Bajramit, pra 4 në total. S'patë mundësi ditën e parë të Bajramit, të dytën, të tretën apo të katërt, pa përënduar dielli i ditës së fundit. Elusim Allahun Azza wa Jalla që të na japi neve sukses në sa më shumë vepra të mira në këto ditë të veçanta, ditët më të mira të vitit. Elusim Allahun e madhëruar t'i pranoj adhurimet të gjitha veprat tona të mira, t'i bëj ato të sinqerta për fytyrën e tij të nderuar. Elusim Allahun e madhëruar t'i pranoj istighfaret, pendimet tona. Elusim Allahun Azza wa Jalla t'i ndihmoj dhe t'i ruaj muslimanët kudo në botë që janë, në mënyrë të veçantë muslimanët në Palestinë kundra armikut të tyre mizor dhe terrorist.
Allahu e shkatarroft armikun e tyre, Allahu e djerë të vendin e tyre, dhe çdo kënd që i përkra, i ndihmon me fjalë apo me çdo lloj force mbështetje tjetër ata. E lutim Allahun e madhëruar që t'i falë gabimet tona, na bëjë banorëve të xhennetit, na ruaj nga ndështimi i tij, na lehtësoj llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa aqimus salah.